Një sherr masiv është regjistruar të mërkurën në qytetin e Bilishtit, ku përpasoj janë plagosur 2 persona. Sipas informacioneve paraprake mësohet se 3 persona kanë goditur dhe dhunuar me sende të forta një shtetas, duke i shkaktuar dëmtime në trup. Nga ana tjetër, pas sulmit i dëmtuari kanë nxjerrë thikën dhe ka goditur njërin prej dhunuesve. Burime bëjmë në dije se shtetasi me inicialet TC, i njohur nga policia si person problematik, së bashku me 2 persona të tjerë, kanë dhunuar një 39 vjeçar me inicialet GM. CNA zbardh motivin e sherrit mes personave në Bilisht. Mësohet se konflikti mes tyre ka nisur pasi të dyja palët janë të përfshirë në kontraband nga kufiri i gjelbër dhe shkak është bërë ndarje e lekëve nga ky aktivitet. Konflikti ka nisur verbalisht e më pas ka përfunduar në përdorimin e sendeve të forta. TC u konfliktua me 39 vjeçarin paraditën e sotme e më pas ka shkuar sërish për të takuar me 2 persona të tjerë. Mësohet se pas mjekimit në spital, të gjithë janë shoqëruar në komisariatin e Devollit, ku do të merren në pyetje e do të zbardhet e gjithë dinamika e ngjarjes.